Gjatë muajit të Ramazanit, shumë persona që merren me palestër hezitojnë të vazhdojnë stërvitjet nga frika e lodhjes apo mungesës së energjisë. Por sipas Dian Bardhit, ushtrimet nuk duhet të ndërpriten, vetëm se duhet të përshtaten me ritmin e agjërimit. Ndër temat kryesore sa mund të bëjmë aktivitet fizik gjatë kohës së Ramazanit, domethënë përderisa jemi agjërueshëm, përgjigjja e shkurtër është po. Nëse doni të përgjigjem më të detajuar, atëherë mund të themi që performanca përderisa ushtrojmë gjatë kohës së agjërimit, normalisht është më e ulët, por nuk do të thotë që ne nuk mund të japim 100%-shin e asaj dite sa jemi agjërueshëm. Normal hidratimi bie për shkak se nuk kemi konsumuar ujë dhe vlera ushqyese, por prapë duhet të ushtrojmë. Ndërsa stërvitjet më intensive, sidomos ato me pesha, preferohet të realizohen pas iftarit, kur trupi është i hidratuar dhe ka marrë energjinë e nevojshme për një seancë më efektive fitnesi. Tek pjesa tjetër, ushtrimet me pesha, domethënë ushtrimet fizike, është mirë të lihen gjatë kohës prej iftarit deri në sufir, diku 1 orë deri në 3 orë pas iftarit. Për shkak se ne jemi të mbushur me glikogjen, jemi të hidratuar, domethënë kemi konsumuar ujë, kemi konsumuar produkte ushqimore dhe normal trupi jon përgatitet që të kemi një sesion të mrekullueshëm ushtrimor. Gjatë ditës, performancat mund të jenë më të ulta për shkak të mungesës së hidratimit dhe ushqimit, prandaj rekomandohen ushtrime më të lehta dhe jo me intensitet maksimal. Duke marrë parasysh se ne nuk kemi konsumuar ujë, domethënë dhe vlera tjera ushqyese, nuk jemi të hidratuar dhe normalisht që kjo ndikon direkt në performancën tonë. Por nuk do të thotë prapë ceki që nuk duhet të ushtrojmë me 100%-shin e asaj dite që e kemi. Domethënë është më mirë të ushtrojmë edhe pse agjërueshëm se sa të mos ushtrojmë fare. Edhe gjatë Ramazanit, palestra mund të praktikohet në mënyrë të sigurt, duke përshtatur intensitetin dhe orarin e stërvitjes me kohën e ushqimit dhe hidratimit.